Pas vizitës në shkollën jo publike DEA 2001, kryetarja Bashkisë Sarandë u ndalë te shkolla 9-vjeçare Adem Sheme. Shkolla Adem Sheme sot festonte 95 vjetorin e krijimit. Përshëndetjen e rastit e mbajti drejtoresha e shkollës. Jemi shumë të kënaqur sot që kemi këtu pranë shkollën e Bashkisë nxënëse të shkollës Adem Sheme, mësuesit e vjetër, mësuesit e mi, mësuesana, mësuesë parashevim, përfaqësues nga njësia bashkiake, i falenderoj për pjesëmarrjen e tyre. Kryetari i Këshillit të Prindërve, gazetar, pushteti 4 media, i falenderojmë përsëri për bashkëpunimin. Jemi të kënaqur dhe lumtur të gëzuar sepse pikërisht ky vit është viti 95 të shkollës Adem Sheme. Janë plot 95 vjet të mbushura me sakrificë, dije, me ndërtime, nga të gjitha llojeve dhe kemi arritur deri ditë sotme. Jemi bashkuar të gjithë nxënës, mësues, prindër, të gjithë jemi shumë të lumtur. Përfitoj nga rasti, të them që si vjet viti shkollor 2015-16 kishte sjellë për ne nga Ministria e Arsimit dhe Sportit një platformë të re, ku kishte ndryshime të ndryshme dhe të mëdha për klasat e para dhe të gjashta. Dhe ne përsëri treguam që jemi të denjë, të pranojmë ndryshimet, të jemi pjesë të tyre dhe sigurisht të superuam dhe i kaluam me sukses. Sot vim në këtë 7 mars, duke i uruar të gjithëve, sidomos mësuesve të shkollës Adem Sheme, të cilët me bashkëpunim, me mundim, me durim, me vështirësi kanë arritur deri sot. Dhe oter, faleminderit të gjithëve. Tata, shkolla Adem Sheme do t'ishte posh. Tamë të të dashur, shkolla Adem Sheme do t'ishte përgjysëm. Ju uroj të gjithëve. Përfitoj nga rasti, ju them gjithë mësuesve të vjetër, të jeni mirë me shëndet, të keni mirë në familje, fëmijët dhe ju. Kryetarja Bashkisë Floriana Koka në përshëndetjen e saj tha se uroi të gjithë mësuesit që janë aktiv sot dhe janë në llogoren e dijes. Nxënësit e shkollës Adem Sheme kishin përgatitur një koncert festiv me recitime, këngë e inskenime të bukura artistike.